Udhëtimi përmes kulturave me shoqërinë kulturore artistike Xheladin Zeqiri nga Tetova në Siçili. Atmosfera e mëngjesit në Tetovë është e mbushur me entuziazëm dhe pritshmëri, ndërsa ne, anëtarët e shoqërisë kulturore artistike Xheladin Zeqiri dhe përfaqësuesit e tjerë mblidhemi para pallatit të kulturës për t'u nisur drejt një vendi të veçantë. Fotografia e grupit e shkrepur mu para bibliotekës së qytetit kap jo vetëm fytyrat tona të buzëqeshura, por edhe emocionin e një udhëtimi të gjatë që na pret. Me gjithçka të kontrolluar dhe anëtarët të numëruar, autobusi i firmës Bashkim Tours nis rrugëtimin në ora 10:20. Udhëtimi ynë na çon përmes Shqipërisë për te detit Adriatik, drejt kulturës së pasur të Siçilisë. Në autobus jemi 28 anëtarë të shoqërisë kulturo-artistike Xheladin Zeqiri, 2 përfaqësues nga Asociacioni i Festivaleve në Shkup, 2 përfaqësues nga Komuna e Tetovës dhe 2 shoferët tanë të përkushtuar. Rruga përpara është e gjatë dhe përplot me përvoja të reja. Brenda autobusit atmosfera është e ngrohtë dhe miqësore. Secili prej nesh ndjen brenda vetes një ndjesi gëzimi. Sa herë që dikush nga ne ngre zërin për të bërë një batut, autobusi shpërthen në të qeshura. Ndoshta kjo është mënyra jonë për të larguar lodhjen. Në ora 11:15 bëjmë ndalesën e parë të shkurtër për një pushim në strazhe. Ndërsa zbresim nga autobusi, ndiejmë freskinë e ajrit malor dhe shijojmë momentin e pushimit, duke vështruar pamjet për plot gjelbrim përreth. Rrugëtimi vazhdon dhe ora 12:50 na gjen te kafeneja Besjani Petrol afër aeroportit të Strugës, ku ndalojmë për një pushim të shkurtër. Që këtu nisemi drejt kufirit në qafën e Thanës, duke u përballur me një tollovi të vërtetë në pikat kufitare, por kjo s'do të na ndalojë. Në orën 14:45, pasi ndalojmë për një drekë të shijshme në restorantin Nogu pranë Librazhdit, nisemi drejt Durrësit. Ndërsa kalojmë qytetet shqiptare, bisedojmë për to, duke kujtuar se si populli ynë u ka kushtuar këngë të bukura këtyre vendeve, si për shembull Elbasani i bukur Elbasan, Bubullin të Shkami i Kavajës, përmedis pazarit Durrësit e të tjera. Secili vend ka një melodi dhe ne jemi këtu për të dëgjuar të gjitha meloditë e rrugës. Rreth orës 17:45 arrim në portin e Durrësit, ku procedurat doganore kryen pa probleme, por na duhet të presim disa orë për nisjen e tragjetit. Këtë kohë e shfrytëzojmë për të shëtitur nëpër qytetin e Durrësit, duke përshkuar sheshin dhe duke evokuar kujtimet e tetorit të vitit 1993, kur me SHKA Xheladin Zeqiri patëm dhënë një koncert nuk këtu te Pallati i Kulturës dhe një tjetër në Vlorën heroike. Pastaj shijojmë akullorën e freskët dhe shkrepim sa fotografi që do të na kujtojnë këtë ndalesë të këndshme. Në ora 21 arrim në portin e Durrësit, ku pasi u nënshtrojmë edhe ca kontrolleve të tjera, shijojmë një natë të qetë mbi trajektin që na çon në Bari. Brenda kabinave bisedat e ngrohta mes nesh të shoqëruara me humor dhe ndonjë anekdotë na shtyn deri në mesnatë. Zgjimi në ora 7 na gjen mbi tragjet, duke shijuar kafën e mëngjesit mbi terracat e Anijes, teksa përjetojmë peizazhin manitës të bregut italian që shfaqet përpara syve tanë. Megjithse ndalesa dhe formalitetet kufitare në Bari bonohen, kjo nuk e ul entuziazmin tonë. Pas ngjitjes në autobus dhe nisjes drejt Caltavuturo, shpresoj të arrim në kohë për parakalimin e festivalit që fillon në orën 16. Ndërkohë, brenda autobusit atmosfera përforcohet me këngët e bukura shqipe që jahen brenda të shkallët e Tujanit, s'pas ke pas një pikë mëshire,
e mora dajren, e të tjera. Diku rreth orës 12:45 ndalojmë në një vend pranë Policoro në provincën e Materas. Aty freskohemi dhe shijojmë ushqimet në McDonald's përpara se të vazhdojmë udhëtimin drejt Sicilisë. Në orën 18:18 futemi në tragjetin që na çon përtej gjirit të sirenave nga Villa San Giovanni deri në Messina. Ndërsa përshkojmë këtë gjë, kujtojmë historinë e famshme të Homerit në Odiseja, ku kënga magjepsëse e sirenave ishte në gjendje të tundoj dhe të mahnis çdo udhëtar që kalonte pranë. Përballë freskisë së detit dhe peizazhit të mahnitshëm, ne përjetojmë një moment reflektimi mbi fuqinë e muzikës dhe lidhjen e saj të thellë me natyrën dhe mitologjinë. Ndodhemi në trajektin që shkon nga Villa San Giovanni në drejtim të Messinës. Pra është gjiri, është ngushtica e Messinës, një ndarje mes Sicilisë dhe Kalabrisë. Në orën 19:10 dalim nga tragjeti dhe futemi në qytetin Messina, ku na mirëpret një karnaval i gjallë dhe shumë ngjyrësh që organizohet me rastin e festës së njohur si Ferragosto, mes mijëra njerëzve që festojnë. Ndjejmë se jemi bërë pjesë e kësaj tradite të lashtë që përshëndet kulmin e verës, një periudhë e cila që nga koha e Shën Augustinit ka simbolizuar ripërtëritjen dhe gjallërinë. Ndërsa kalojmë pranë Falcone në orën 20:12, bisedat tona fillojnë të përqendrohen te figura e Giovanni Falcone, gjyqtari legjendar dhe ikona e luftës kundër mafjes në Itali. Diskutojmë për ndikimin e tij të jashtëzakonshëm në luftën kundër Cosa Nostra, reflektojmë mbi guximin dhe përkushtimin e tij që ka ndikuar thellësisht në historinë e Sicilisë dhe të gjithë Italisë së Jugut, duke bërë atë një simbol të drejtësisë dhe rezistencës ndaj krimit të organizuar. Në orën 20:40, teksa përshkojmë rrugët e ngushta të Sicilisë dhe kalojmë nga një tunel në tjetrin, shijojmë fllatin e mbrëmjes verore. Në fund të autobusit, anëtarët më të rinj të shoqërisë fillojnë të luajnë lojra popullore fëmijërore si Son Son Makaron, Ententini, Emeron, Ini Mini Dini Mini e të tjera. Ky moment na rikthen të gjithëve në fëmijërinë tonë, duke na kujtuar fjalët e Pablo Picasso: çdo fëmijë është artist. Problemi është si të mbetemi fëmijë edhe kur të rritemi. Në orën 21 kalojmë përmes qytetit Acquadolci, ku rrugët janë të zbukuruara me drita shumë ngjyrëshe që japin këtij vendbanimi një atmosferë festive dhe të ngrohtë. Ndërkaq në orën 22:45 ndalojmë për 10 minuta në afërsi të qytetit Skillato, ku bëjmë një pushim të shkurtër për të shlodhur dhe për të shijuar ajrin e freskët të mbrëmjes. Pas një rruge të gjatë dhe të lodhshme, më në fund nuk arrim të jemi pjesë e parakalimit me rastin e hapjes së festivalit, por arrim me vonesë në vendmbëritjen tonë të parë, Petralia Soprana, në ora 23:40, ndërsa afrohemi në skenën e festivalit, ku po përfundon ansambli nga Bolivia, prezantohemi para publikut me flamuj, pankarta dhe logot tona, duke marrë duartrokitje të fuqishme nga një publik mikpritës. Pas një darke të shpejtë, kthehemi në shkollën fillore në Bon Pietro, ku përplasemi me kushtet modeste të akomodimit, por megjithatë bijem në gjumë të qetë sepse e nesërmja sjell detyra dhe sfida të reja. Dita fillon herët në Bon Pietro me zgjinin në ora 7. Një mëngjes i thjesht na pret në qelën e fëmijëve aty pranë. Bashkë bisedojmë për planet e ditës. Gjatë bisedave me vendësit, mësojmë se kjo zonë është prekur nga mungesa e rreshjeve për një kohë të gjatë, duke ndikuar në rezervat e ujit.
pas një kafeje të shijshme në Venda, bar kafenen e preferuar të vendesve në qendër të Bom Pietros, fillojmë të organizojmë udhëtimin për në plazhin Lungomare në Cefalu, një nga vendmbërritjet më të bukura tregtare të Sicilisë. Arrijmë në plazhin e mrekullueshëm të Cefalu, ku ujërat e kristal të detit Tiren na freskojnë dhe na bëjnë të harrojmë për një moment të gjithë lodhjen e udhëtimit. Uji ka fuqinë të pastrojë jo vetëm trupin, por edhe shpirtin, thot dikush, ndërkaq që zhytja në det na sjell një ndjenjë të thellë relaksimi. Më pas vizitojmë katedralen e Cefalus, Levanderin mesjetare, muzeun Mandraliska, portën Peskara dhe nga larg sodisim madhështinë e kodrës Roka. Mbrëmja na gjen në Caltavuturo, ku jemi gati për prezantimin e parë të festivalit. Pasi ham darkë dhe bëjmë disa ushtrime pas skenës, festivali hapet së pari me himnet e shteteve pjesëmarrëse. Shoqëria jonë del në skenë parafundit dhe ne emocionojmë të gjithë të pranishmit. Ndërsa nata mbyllet, kthehemi në Bom Pietro, ku bie një qetësi e veçantë mbi qytet, ndërsa ne vazhdojmë bisedat tona në grupe të vogla. Pas një mëngjesi të qetë dhe një kafe të ngrohtë në Venda, udhëtojmë përsëri drejt plazhit Campi Felice di Rocella. Pas një dite tjetër të këndshme në ndjellin e Sicilisë, kthehemi në Caltavuturo për shfaqjen e dytë të festivalit. Fladi i këndshëm i mbrëmjes mesdhetare na shoqëron teksa ngjitemi në skenë dhe duartrokitjet e ngrohta të publikut na mbushin me krenari. Mbrëmja kalon mes të qeshurash, humorit të veçantë dhe fllatit të freskët që vjen nga deti. Zgjimi në këtë mëngjes ndjehet pak më ngadalt, por ndjenja e përbashkët e përgjegjësisë na bën të mrihemi herët. Qyteti i Bom Pietros, i qetë dhe pa shumë gjallëri në një të diele të zakonshme, na jep mundësinë të shijojmë një shëtitje plot kreshëri. Në ora 14, një drekë e shijshme na përgatitet për një tjetër ditë të gjatë, ndërsa nisemi drejt Polisi Generosa, ku do të zhvillohet parakalimi më madhështor i festivalit, i përzier edhe me elemente karnavali. Pamjet e rrugëve të ngushta të ndyrosura nga historia, si dhe aroma e freskët të maleve të rrethojnë gjatë gjithë rrugës, duke i dhënë udhëtimit një ndjenjë të veçantë. Me mijëra njerëz kanë dalë nëpër rrugët e këtij vendbanimi me lartësi më të madhe mbydhetare në varg malet Madonie. Në Polisi Generosa takojmë edhe dy shqiptare të reja, motrat Sabrina dhe Martina Suta, prindërit e të cilave kanë ardhur nga Kruja këtu në Sicili që në vitin 1997. Ato na përshëndesin me një shqipe të rrjedhshme, duke na kujtuar për lidhjen e thellë që bashkon shqiptarët kudo që ndodhen. Një antar i grupit ton thot me humor, më duket se Shqipja është si era, ajo gjendet kudo, edhe në majat më të larta të maleve të Italisë. Në mbrëmje kthehemi në Caltavuturo për shfaqjen e fundit zyrtare të festivalit, ku është i pranishëm edhe kryetari i komunës së Tetovës, zoti Bilal Kasami, i cili i ftuar në këtë ngjarje shpreh falënderimet dhe përshëndetjet e tij për mikëpritësit tanë nga Sicilia. Pas mbarimit të shfaqjes, ndalemi për një pushim të shkurtër në një kafebar në Caltavuturo, që mban emrin Siracusa,
në këtë lokal të vogël por të ngrohtë bisedojmë dhe pim kafe së bashku me kryetarin e komunës son dhe gjatë bisedës kujtojmë qytetin e Sirakuzës, vendlindjen e Arkimedit të Madh dhe rolin që ky qytet ka luajtur në historinë e shkencës dhe të filozofisë. Pas kësaj kthehemi në shkollën e Bampietros. Dita fillon herët me një nisje drejt Hora e Arbëreshëve, një vendbanim arbëresh i cili ruan me krenari gjuhën dhe kulturën shqiptare. Pamjet e para të këtij vendi ngjallin emocione të forta. Një bust i Skënderbeut i ngritur në mes të një kopshti të madh në përshëndet me madhështinë e tij. Në nderim të heroit ton kombëtar, shkrepim disa foto, ndërsa disa vendës në përshëndesin dhe na urojnë mirëseardhjen. Vizita jonë në Piana degli Albanesi vazhdon në sallën e Këshillit të Komunës, ku kryetarët e komunave tani më si motra, zoti Rosario Peta dhe zoti Bilal Kasami, flasin me emocione për këtë takim vëllazëror. 20 kilometra afër Palermo, jemi një hore di origine shqiptare, kleu dita të fondacionës 30 të kushtit 1488, e na vit 30 të kushtit vim festën të themelimit. Jam e larg nga Mamëdheu dhe për ne veçanërisht për këta të rinj të cilët sot përfaqësojnë, prezantojnë tetovën këtu në Sicili, këtu në morën e Arbëreshëve, se si të parët tanë kanë arritur të ruajnë gjuhën e tyre për 500 vite, një gjuhë të pastër arbëreshe, dhe për këtë kryetari i një bashkie, një komune shqiptare këtu në Sicili, me këtë e flet pastër dhe shumë bukur gjuhën tonë. Të gjithë të pranishmit bashkohen në këngë dhe valle, duke bërë që jehona e këngës shqipe të dëgohet në çdo cep të këtij qyteti arbëresh. Kur këndojmë në një gjuhë që është po aq e vjetër sa historia jonë, ndjejmë se jemi një me të kaluarën dhe të ardhmen. Pas një gostije të shijshme me pije dhe ëmbëlsira në Ekstra Bar, bëjmë një shëtitje nëpër rrugët e ngushta të qytetit, ku vizitojmë kishën qendrore, ku edhe sot e kësaj dite meshat mbahen në gjuhën shqipe. Gjatë shëtitjeve nëpër rrugët e këtij vendi kujtojmë figurat e shquara si Lek Matranga dhe Zef Skiro, personalitete të rëndësishme të kulturës arbëreshe. Më pas, kthehemi në zyrën e kryetarit Peta, ku shkëmbejmë mirënjohje, dhurata dhe libra si simbol i miqësisë dhe bashkëpunimit kulturor. Pas kthimit nga Piana degli Albanesi, ndalemi në Palermo për një vizitë të shkurtër. Përmes rrugicave të ngushta të qytetit, ne zbulojmë pazarin Ballaro, katedralen madhështore, teatrin Massimo, kapelen Palatino, pallatin e Normanëve dhe plazhet e bukura që rrethojnë qytetin. Palermo, me historinë e tij të lashtë, kuzhinën e pasur dhe jetën plot gjallëri në lëmbresa të thella. Në mbrëmje, kthehemi në Bampietro për shfaqjen e fundit para ndërtesës së komunës, ku të gjitha grupet pjesëmarrëse prezantojnë pikat e tyre më të mira. Ndërsa shfaqja përfundon, organizohet një mbrëmje festive në sallën e shkollës, ku bisedat, muzika dhe humori na shoqërojnë deri në orët e vona të natës.
Dita e fundit e plazhit është e veçantë. Nisemi në orën 11:30 për në Campo Felice di Rochella, ku pas disa përpjekjeve për të gjetur vend pushimin e ditëve të mëparshme, arrim në një plazh të virgjër ku nuk ka njeri tjetër. Megjithatë, për shkak të motit të ligë dhe dallgëve të mëdha që përplasen fuqishëm në breg, detyrohemi të tërhiqemi dhe të kërkojmë një vend më të sigurt për të kaluar pjesën e mbetur të ditës. Pas një gjysmë ore, arrim në plazhin afër restorantit Merlin, ku qëndrojmë deri në orën 15:30, megjithse na pengohet të lahajemi për shkak të motit të ligë dhe ngritjes së flamurit të kuq. Pjesa më e madhe e anëtarëve qëndrojnë në restorant, disa në rërë, ndërsa të tjerët eksplorojnë plazhin duke dëgjuar gurgullimin e dallgëve që pastrojnë çdo mendim të keq, njësoj si gurgullima e shpirtit që kërkon paqe. Pas dite në orën 16:35, nisim udhëtimin për në Bom Pietro, ku pas një ndalese të shkurtër në supermarketin Eurospin dhe darkës rreth orës 19:30, fillojmë të përgatitemi për shfaqjen e fundit të kësaj dite. Atmosfera është e mbushur me një ndjenjë përmbushjeje, por edhe me një ndjetësi të lehtë trishtimi, duke ditur se po i afrohemi fundit të këtij udhëtimi të paharrueshëm. Në orën 20:50 formojmë një kolonë së bashku me përfaqësuesit e Bolivisë, Polonisë dhe Serbisë për të nisur drejt Resutano, një vendbanim i vogël, por me një histori dhe kulturë të pasur. Arrim aty në orën 21:30, ku na pret një skenë zbukuruar me detaje të veçanta që reflektojnë frymën e festivalit. Kemi nderin të jemi të parët në program dhe megjithse kemi vetëm 13 minuta në dispozicion, japim gjithçka nga vetja për të treguar më të mirën e kulturës sonë. Pas prezantimit të kolazh vallesh që ngjall emocionet e publiku, kthehemi menjëherë në Bom Pietro. Ndërsa kthehemi në shkollë, mblidhemi për një bisedë të fundit ku reflektojmë mbi ditën dhe shfaqjen në Resutano. Gjatë ditës së sotme qëndrojmë në Bom Pietro për të bërë shëtitjet e fundit në këtë vend që tashmë për një javë ka qenë si shtëpia jonë e dytë. Në mëngjes, një grup përfaqësuesish nga shoqëria jonë dhe komuna e Tetovës zhvillon një takim miqësor me kryetarin e komunës së Bom Pietros, zotin Pier Calogero de Ana, i cili u shfaq si një shembull i një punëtori të palodhur dhe të përkushtuar. Gjatë qëndrimit ton, ai ishte gjithmonë i pranishëm për të zgjidhur çdo problem që shfaqej. Ky njeri i palodhur punonte gjithçka dhe ishte një shërbetor i vërtet i qytetit të vet. Bisedat tona gjatë takimit ishin të përzemërta, të mbushura me falënderime dhe ndjesi vëllazërore. Pas drekës, përgatitemi për shfaqjen tonë të fundit në Aliminusa. Dhe në orën 17:45 nisemi me autobusin e organizatorëve të festivalit, ndërkaq me ne janë edhe përfaqësuesit nga Bolivia. Ndërkohë që autobusi përshkon rrugët e ngushta të Sicilisë, disa antarë flenë, të tjerët bisedojnë, kurse disa shijojnë peizazhet e gjelbra përreth. Ndërsa dëgjojmë këngë të njohura në radio italiane, mbi ne lëvizin re të zeza, duke na kujtuar se ky është një udhëtim që po i afrohet fundit. Në orën 19:20 arrim në Aliminusa dhe ngjitemi lart të një objekt pranë përmendorës Padre Pio, duke shfrytzuar këtë vend si vështrim nga lart. Më pas zbresim drejt kishës qendrore, ku është vendosur skena për shfaqjen e fundit të festivalit.
Ndërsa shijojmë një darkë të shijshme me makarona dhe sanduiç, përgatitemi për shfaqjen finale. Kur vjen momenti ynë, pas shfaqjeve të Polonisë, Serbisë, Rumanisë dhe Bolivisë, dalim të fundit në skenë. Njëri nga ne shprehet: "Kur të gjithë heshtjen dhe vetëm tingujt e valleve tona mbushin ajrin, atëherë ndjejmë se kemi bërë diçka të madhe." Me këtë paraqitje përmbyllet festivali dhe pas përshëndetjeve të ngrohta me vendasit dhe organizatorët, nisemi sërish drejt Bom Pietros. Diku rreth orës 1 pas mesnate, pas mbërritjes në Bom Pietro, fillojmë të përgatisim teshat për udhëtimin e gjatë të kthimit drejt Tetovës. Në ora 3:45 vjen autobusi bashkimturs dhe në orën 4 nisemi për rrugën e kthimit. Lamtumira ndaj Bom Pietros është e ndjerë, duke ditur se ky vend do të mbetet përherë në kujtimet tona. Teksa kalojmë pranë Katanias, syt na kapin madhështinë e vulkanit Etna, që ngrihet hishëm mbi horizont, si një dëshmi e fuqisë së natyrës. Gabimet e vogla gjatë rrugës nuk na ndalin dhe pas disa vonesave të vogla, arrijmë në tragetin që na çon sërish drejt bregut tjetër të Mesdheut. Freskia e detit na mbush me energji, ndërsa bisedat qetësohen, duke reflektuar mbi përvojën e paharrueshme që sapo kemi kaluar. Në orën 13:35 kalojmë pranë Spezano Albanese, një vendbanim i njohur arbëresh, duke ndjerë krenarinë dhe lidhjen e ngushtë me bashkëdhetarët tanë që kanë ruajtur gjuhën dhe traditat e tyre për shekuj me radhë. Pas një ndalese në pompën e benzinës Agip dhe në restorantin aty për një kafe e ca momente relaksimi, vazhdojmë udhëtimin drejt qytetit të Barit, ku ndalemi në kompleksin e njohur që gjendet në zonën Santa Caterina. Aty bëjmë një pushim të fundit përpara se të nisemi drejt portit, duke blerë edhe ndonjë dhuratë për të afërmit. Pritja për tragetin në Bari është e gjatë, por bisedat e qeta dhe humori na ndihmojnë të kalojmë kohën e bezdisshme. Në fund, pas një udhëtimi të gjatë përmes Adriatikut dhe Shqipërisë me trajektin Adriaferjes, ndalojmë dhe drekojmë në restoran Nogu afër Librazhdit, kurse pastaj kalojmë kufirin në qafën e Thanës dhe kthehemi në Maqedoni. Ndalesa e fundit në Strash na jep mundësinë të përjetojmë edhe një freski, kurse më pas brenda autobusit fillojmë përshëndetjet e fundit përmes mikrofonit, që shprehin emocionet dhe falënderimet për këtë udhëtim të jashtëzakonshëm. Në orën 17 arrijmë në Tetovë, ku përpara pallatit të kulturës na presin të afërmit. Me përshëndetjet e ngrohta dhe emocione të thella, të gjithë anëtarët shpërndahen duke marrë me vete kujtimet e një udhëtimi të veçantë.